bluza u gris dhe toka mu hap nën këmbë. Turp, shtrime dhe një heshtje therse. Atëherë inxhinieri u afrua dhe i bëri një ftesë që ndryshon fatet. Më thoni si reagoi zemra juaj në këtë pjesë. Dhe abonohuni, sepse kjo histori është e pamundur të harrohet. Zilja e alarmit ra në 5:40 të mëngjesit, si gjithmonë. Clara Gjoni hapi syt ngadalë, ende duke ndier peshën e lodhjes mbi qepalla. Edhe një ditë. Edhe një betejë e heshtur përpara. Ajo zgjati krahun dhe fiku alarmin, duke qëndruar shtrirë për disa sekonda, me syrin ngulur te tavani i apartamentit të saj të vogël në lagjen Komuna e Parisit, në Tiranë. Drita e agimit kishte filluar të depërtonte përmes perdeve të thjeshta, duke i lyer të gjitha me një nuancë gri, e cila dukej se përputhej në mënyrë perfekte me gjendjen shpirtërore që e shoqëronte çdo mëngjes. U ngrit, vendosi këmbët e zbathura në dyshemen e ftohtë dhe eci drejt banjës. Kur pa veten në pasqyrë, gjeti pasqyrimin e një gruaje 32 vjeçare që mbante në sy një përzierje të çuditshme vendosmërie dhe raskapitjeje. Flokët e saj gështenjë i binin mbi supe, ende të shpupuritura nga gjumi. Ajo mori frym thellë, duke u përpjekur të mblidhte forcat për të përballuar një tjetër ditë pune në Iliria Corp. Të punoje tek Iliria Corp ishte, në sytë të shumë kujt, një arritje e admirueshme. Kompania zinte një nga ndërtesat më moderne në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një gjigant prej xhami dhe çeliku që pasqyronte ambicien dhe fuqinë korporative të qytetit. Për familjarët dhe të njohurit, Clara kishte arritur diçka të madhe. Për të, megjithatë, ai vend ishte një fushë e minuar ku çdo hap duhej llogaritur, çdo fjalë peshuar. Ndërsa përgatiste mëngjesin, Clara kujtoi muajt e fundit, që kur i ishte bashkuar ekipit të zgjerimit strategjik, pothuajse një vit më parë, kishte ndier diçka të çuditshme në ajër. Nuk ishin vetëm kërkesat intensive të punës, por mënyra se si trajtohej. Vështrimet që shmangeshin kur ajo hynte në zyrë. Bisedat që ndërpriteshin befas. Ftesat për dreka dhe dalje pas pune që nuk i arrinin kurrë asaj. Mbledhjet e rëndësishme nga të cilat përjashtohej sistematikisht, gjithmonë me ndonjë justifikim të vagull. Në fillim, u përpoq ta injoronte. Mendoi se ishte paranoj, pasiguri e dikujt që ende po përshtatej. Por me kalimin e kohës, modeli u bë i pamohueshëm. Kishte diçka në praninë e saj që i shqetësonte njerëzit. Ndoshta ishte qëndrimi i saj i prerë, refuzimi për të marrë pjesë në thashë theme, etika e saj e palëkundur edhe kur kjo nënkuptonte të mbetej vetëm. Clara nuk e dinte me siguri, por e kuptonte se, në një farë mënyre, shihej si ndryshe. Dhe në mjedisin e Iliria Corp, të ishte ndryshe nuk ishte e mirë pritur. Ndërsa pinte kafen, kontrolloi shpejt mesazhet në celular. Asgjë e rëndësishme. Asnjë mesazh nga kolegët, vetëm njoftime automatike nga sistemi i kompanisë. Pshertiu. Vetmia profesionale ishte bërë shoqëruesja e saj e përhershme. U vesh me kujdes, duke zgjedhur një kostum serioz, diskret por elegant. Clara gjithmonë kujdesej të ishte pa të meta, jo për vanitet, por për nevojë. E dinte se çdo gabim i vogël do të vijej re, do të komentohej, do të përdorej kundër saj. Në botën ku jetonte, pamja ishte një tjetër parsmore. Rruga deri te stacioni i autobusit ishte e shkurtër, vetëm 15 minuta në këmbë. I pëlqente ai moment, edhe pse i shkurtër, kur mund të ishte vetëm me veten, pa presionin e vështrimeve gjykuese. Qyteti tashmë kishte filluar të zgjohej dhe Clara humbiste mes turmës që grumbullohej nëpër stacione. Aty ishte thjesht një tjetër mes miliona njerëzve. Anonime. E padukshme. Kur arriti tek Iliria Corp, kaloi kontrollin e sigurisë dhe u ngjit në katin e 13, ku ndodhej departamenti i zgjerimit. Dyert e ashensorit u hapën dhe ajo mori frym thellë para se të dilte. Përshëndeti recepcionisten me një lëvizje koke të sjellshme, e cila ju përgjigj me një buzëqeshje mekanike dhe boshe. Vazhdoi drejt tavolinës së saj, të pozicionuar strategjikisht në një cep më pak të privilegjuar të zyrës. Clara e dinte se shpërndarja e hapësirave nuk ishte e rastësishme. Punonisit më të vlerësuar zinin vendet pranë dritareve, me pamje të privilegjuar nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Ajo qëndronte në fund, pranë dhomës së arkivit, ku drita natyrale mezi arrinte. Ndezi kompjuterin dhe filloi të rishikonte, edhe një herë, prezantimin që do të bënte atë pasdite. Prej javësh punonte për atë projekt. Ishte mundësia e saj e madhe për të treguar vlerën që kishte.
Një model i ri zgjerimi për kompaninë i bazuar në analiza tregu, të dhëna të sakta dhe një vizion strategjik që ajo e konsideronte revolucionar. Kishte investuar net dhe fundjava në atë material, duke përsosur çdo detaj, çdo argument, çdo shifër. Prezantimi do të bëhej para bordit ekzekutiv. Të gjithë emrat e mëdhenj të Iliria Corp do të ishin të pranishëm. Klara e dinte se ai ishte momenti i saj. Nëse arrinte t'u bënte përshtypje, ndoshta më në fund do të merrte njohjen që meritonte. Ndoshta ajo ndjenje e vazhdueshme përjashtimi do të fillonte të zbehej. Ndërsa rishikonte slajdet për të 100-ën herë, dëgjoi hapa që po afroheshin. Ngriti syt dhe pa Denisa Vloren, një nga lideret jo formale të sektorit. Denisa ishte gjithçka që Klara nuk ishte. Ekstroverte, popullore, me një karizëm që dukej se i pushtonte të gjithë pa mundim. E gjatë, bjonde, gjithmonë e veshur në mënyrë të përsosur, ajo lëvizte në përzyrë sikur të ishte pronarja e vendit. Dhe në një farë mënyre, ishte. Mirëmëngjes, Klara, tha Denisa, duke u ndalur pranë tavolinës së saj. Toni ishte miqësor, por Klara perceptonte diçka pas tij. Gjithmonë e perceptonte. Mirëmëngjes, Denisa, u përgjigj duke e mbajtur zërin neutral. Gati për prezantimin e madh të sotëm? Po, jam, pohoi Klara, duke ndier një therje shqetësimi. Denisa rrallë i drejtohej asaj. Ajo afrim i papritur e vinte në gatishmëri. Sa mirë. Shpresoj të shkojë gjithçka mirë. Denisa buzëqeshi, por buzëqeshja nuk i arriti në sy. Pastaj u kthye dhe u largua, duke u kthyer te grupi i miqve të saj në anën tjetër të zyrës. Klara e vëzhgoi për një moment. Kishte diçka të çuditshme në atë ndërveprim, por nuk arrinte ta identifikonte saktësisht se çfarë. Tundi kokën, duke u përpjekur të largonte shqetësimin dhe u përqendrua sërish te prezantimi. Orët kaluan ngadalë. Klara drekoi vetëm, si zakonisht, në një lokal të vogël aty pranë. Nuk kishte oreks, nervozizmi ja shuante çdo dëshirë për të ngrënë, por e detyroi veten të hante diçka. Duhej të ishte mirë. Duhej të ishte e përgatitur. Kur u kthye në zyrë, tensioni tashmë kishte filluar ta pushtonte. Mungonin vetëm pak orë deri te prezantimi. Kontrolloi edhe një herë USB-n ku ishte ruajtur materiali. Gjithçka në rregull. Gjithçka nën kontroll. Në orën 3 pasdite mori njoftimin. Mbledhja do të fillonte pas 30 minutash në sallën e konferencave në katin e 20. Klara ruajti të gjithë skedarët, mori dosjen me shënime dhe USB-n dhe u drejtua për të ashensori. Zemra i rrite me shpejtësi. Duart i djersiteshin lehtë. Ajo përpiqej të kontrollonte frymëmarrjen, duke përsëritur në mendje pikat kryesore të prezantimit. Kur arriti në sallën e konferencave, gjeti një mjedis që dukej i projektuar për të frikësuar. Tavolina ovale prej druri të lëmuar, karriget prej lëkure, muret me panele druri të errët. Gjithçka aty merrte frymë fuqi dhe sukses. Pak nga pak, drejtorët filluan të mbërrinin. Burra dhe gra në moshë të mesme, të veshur me kostume të përsosura, duke biseduar me njëri tjetrin me natyrshmërinë e atyre që janë mësuar të marrin vendime që prekin mira njerëz. Klara u pozicionua pranë projektorit, lidhi USB-n dhe priti. Sytë e saj përshkuan sallën dhe atëherë e pa atë. Visar Berisha, drejtori ekzekutiv i Iliria Corp. Ai hyri i fundit me hapa të sigurt dhe të heshtur. I gjatë, me një qëndrim të drejtë, flokë të zinj të krejur pas me saktësi, vështrim depërtues dhe shprehje të mbyllur. Visari ishte një figurë enigmatike. Rrallë shihej duke lëvizur në përkatet e kompanisë. Ai menaxhonte gjithçka nga zyra e tij në katin e fundit, një hapësirë e kufizuar ku shumë pak njerëz kishin akses. Kishte thashë theme për të, sigurisht. Thoshin se ishte i ftohtë, llogaritës, plotësisht indiferent ndaj asaj që ndodhte me punonjësit e zakonshëm. Një njeri i përqendruar vetëm te shifrat, strategjitë dhe fitimet. Por kishte diçka në sytë e tij, mendoi Klara, që binte ndesh me këtë imazh. Diçka që ajo nuk arrinte ta deshifronte. Visari ul në krye të tavolinës, kryqëzoi gishtat mbi sipërfaqen e lëmuar dhe bëri një gjest pothuajse të padukshëm me kokë, duke treguar se ajo mund të fillonte. Klara mori frymë thellë. Mirëdita të gjithëve, filloi, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm.
është një nder të jem këtu sot për të prezantuar një propozim për një model zgjerimi strategjik që besoj se mund të transformojë ndjeshëm rezultatet e Iliria Corp në vitet e ardhshme. Kaloj te slajdi i parë. Ekrani shfaqi titullin, Zgjerim inteligjent, rritje e qëndrueshme. Por kur kaloj te slajdi i dytë, ndodhi diçka e çuditshme. Imazhi që u shfaq në ekran nuk ishte ai që ajo kishte përgatitur. Në vend të grafikut të detajuar të analizës së tregut, u shfaq një foto e shtrembëruar, piksel të përzier, ngjyra të ndezura. Klara rahu qepallat, e hutuar. U përpoq të kalonte te slajdi tjetër, duke menduar se ndoshta ishte një gabim në ngarkim. Slajdi i tretë ishte edhe më keq. Fraza pa kuptim. Të dhëna absurde. Grafika që nuk kishin asnjë sens, me numra jo real dhe konkluzione qesharake. Klara ndjeu gjakun t'i ngrinte. Ky nuk ishte materiali i saj. Nuk ishte asgjë nga ato që kishte përgatitur. U përpoq të kthehej pas, të shkonte përpara, duke kërkuar me dëshpërim për ndonjë gjurmë të prezantimit të vërtetë. Por gjithçka ishte e korruptuar. Çdo slajd ishte një poshtërim i ndryshëm. Një nga një, drejtorët filluan të shkëmbenin vështrime. Pëshpërima diskrete mbushën sallën. Disa rrodhnin ballin, të tjerë mezi e fshinin habin. Klara ndjeu fytyrën ti DJ. Duart i dridheshin. Frymëmarrja ju shkurtua. Ishte sikur toka po hapej nën këmbët e saj. Ajo nuk kuptonte. Kishte kontrolluar gjithçka. E kishte rishikuar 1000 herë. Si ishte e mundur kjo? Më falni, murmuriti ajo, zëri duke i dështuar. Pati një gabim. Unë nuk. Por fjalët i vdiqën në fy. Nuk kishte shpjegim. Nuk kishte si ta rregullonte. Poshtërimi ishte i plot, mbytës, i pashmangshëm. Atëherë Visari u ngrit. Lëvizja ishte aq e papritur, aq e befasishme, saqë të gjitha vështrimet u kthyen nga ai. Ai përshkoi sallën në heshtje, me hapa të matur, dhe u ndal para Klarës. Ajo mezi arrinte ta shikonte. Ndihej e vogël, e shtypur nga turpi. Pa thënë asnjë fjalë, Visari hoqi xhaketën e tij. Kostumi i përsosur me prerje italiane që me siguri kushtonte më shumë se rroga e Klarës për disa muaj. Me një gest të prerë, por çuditërisht të butë, ai ja vendosi xhaketën mbi supe. Klara ngriti syt, e shokuar. Ai e shikoi drejtë në sy, dhe në atë çast të shkurtër, ajo pa diçka që kur nuk do të priste të shite në syt e drejtorit ekzekutiv të Iliria Corp. Mirë kuptim. Më ndiq, ishte gjithçka që tha. Zëri ishte i ulët, i kontrolluar, por kishte në të një autoritet që nuk pranonte kundërshtim. Klara, ende e trullosur, vetëm tundi kokën në shenjë pohimi. Ai u kthye dhe eci drejt derës. Ajo e ndoqi, e mbështjell me xhaketën që ende mbante ngrohtësinë e tij. E gjithë salla mbeti në heshtje. Askush nuk guxoi të thoshte një fjalë. Gjesti i Visarit kishte qenë aq i pazakont, aq jashtë çdo protokolli të pritur, saqë të gjithë thjesht vëzhguan, pa ditur si të reagonin. Në korridor, Klara ecte disa hapa pas tij, duke u përpjekur të përpunonte atë që po ndodhte. Xhaketa i rëndonte mbi supe, jo për shkak të pëlhurës, por për shkak të simbolikës. Visar Berisha, drejtori ekzekutiv i Iliria Corp, sapo kishte ndërprer një mbledhje bordi për ta nxjerrë atë nga ajo situatë. Pse? Hyn në ashensor. Ai shtypi butonin e katit të fundit. Zyra e tij. Vendi ku shumë pak ishin të ftuar. Ashensori filloi të ngjitej në heshtje dhe Klara ndjeu peshën e atij momenti. Heshtja mes tyre ishte e dendur, e ngarkuar me pyetje të pathëna. Ajo donte të fliste, të shpjegonte, të kërkonte falje, por nuk dinte nga t'ia fillonte. Dhe ai nuk duke i gatshëm ta thyente heshtjen. Qëndronte në këmbë, duke parë numrat e kateve që ndryshonin në panel me shprehjen e pandryshuar. Kur dyert u hapën, Klara u prit nga një mjedis krejtësisht i ndryshëm nga pjesa tjetër e ndërtesës. Zyra e Iliria Corp në katin e fundit ishte një hapësirë e gjerë, me dritare nga dy shemeja në tavan që ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Qyteti shtrihej pafundësisht në të gjitha drejtimet, një det ndërtesash, bulevardesh dhe jete pulsuese. Mjedisi ishte minimalist, por i sofistikuar. Mobilje dizajni, vepra arti në mure, një kombinim profesionalizmi dhe rehatje që Klara nuk e kishte parë kur në kompani.
Visari e çoi në një zonë më të rezervuar, një lloj dhome ndenjeje me koltuqe të rehatshme dhe një tavolinë të ulët. Ai I bëri shenjë të ulej dhe pastaj u pozicionua pranë dritares duke parë qytetin. Duhet të jesh e hutuar, tha ai, ende me shpinë nga ajo. Klara nuk dinte çfarë të përgjigjej. E hutuar ishte një eufemizëm për vorbullën e emocioneve që ndjente në atë moment. Visari u kthye për ta parë. Ajo që ndodhi në sallën e konferencave nuk ishte aksident. Klara ndjeu zemrën t'i rrite fort. Si kështu? Ai eci drejt një tavoline aty pranë, mori një laptop dhe e hapi. Pas disa komandave të shpejta, e ktheu ekranin nga Klara. Aty ishin të gjithë slajdet. Prezantimi I vërtet. Çdo grafik, çdo e dhënë, çdo argument që ajo kishte përgatitur me aq kujdes. Prezantimi yt origjinal, tha ai, u ruajt automatikisht në serveret e brendshëm të kompanisë. Gjithçka që ke përgatitur është këtu. Dhe duhet të them, është një punë e jashtëzakonshme. Klara rahu qepallat duke u përpjekur të kuptonte. Nëse prezantimi ishte aty, atëherë çfarë kishte ndodhur? Dikush, vazhdoi Visari, I ka ndryshuar qëllimisht skedarët në USB-n tënde. Ishte një sabotim I qëllimshëm. Fjala I bëri jehon në mendjen e Klarës. Sabotim. Dikush e kishte bërë atë me qëllim. Dikush donte ta shihte të dështonte, të poshtëroi para gjithë bordit. Kush? Zëri I saj doli si një pëshpërim. Visari ul sërish, tani në një koltuk përballë saj. Prej javësh, kam vëzhguar lëvizjet brenda ekipit tënë. Përjashtimet, komentet, mënyra se si lieshe sistematikisht më njanë. E gjithë kjo më tërhoqi vëmendjen. Klara ndjeu një lëmsh në fyt. Ai e dinte. Visar Berisha, drejtori ekzekutiv që supozohej se nuk përfshihej me punonjësit, kishte vënë re se çfarë po kalonte ajo. Dhe ka diçka tjetër, shtoi ai, dhe për herë të parë, Klara pa një ndryshim të lehtë në shprehjen e tij. Diçka pothuajse të padukshme, por që dukej njerëzore. Unë të njoh, Klara. Prej më shumë kohe se sa mendon ti. Ajo rudhi ballin. Si kështu? 3 vjet më parë, ti more pjesë në një proces për zgjedhje për një vend pune në njësinë e inovacionit të grupit Iliria. Nuk u punësove atëherë, por qëndrimi yt gjatë intervistave la një përshtypje të thellë. Më kujtohet çdo fjalë që the. Mënyra se si mbrojte idetë e tua. Etika që tregove kur u pyete për situata hipotetike që përfshinin dilema morale. Klara Mezi arrinte ta besonte. Ai e mbante mend. Nga një proces për zgjedhje 3 vjet më parë. Kur ju bashkove ekipit aktual, të njoha menjëherë. Por zgjodha të vëzhgoja. Doja të shija si do të zhvilloheshe, si do ta përballoje presionin. Dhe ajo që pash ishte dikush që, edhe pse përjashtohej vazhdimisht, kur nuk e humbi toruan. Kur nuk u la të korruptohej nga mjedisi toksik. Fjalët e Visarit I bënin jehon Klarës në një mënyrë të çuditshme. Ishte njohje. Diçka që ajo nuk e kishte marrë prej kaq shumë kohësh saqë pothuajse e kishte harruar si ishte. Ajo që ndodhi sot, vazhdoi ai, ishte vetëm pika kulmore. Por tani kemi prova. Dhe do të veprojmë. Në atë moment, dera e zyrës u hap dhe hyri një grua e re. Klara e njohu vagullisht. Ishte Iris Mema, një punonjëse e ekipit të IT-s. Diskret, gjithmonë me kokën ulur, rrallë e parë jashtë departamentit të saj. Irisi u afrua dhe, pa thënë asgjë, I dha një tablet Visarit. Ai e shikoi shpejt dhe pastaj e ktheu ekranin nga Klara. Aty ishin imazhe nga kamerat e brendshme. Pamje ekrani. Regjistrime të aksesit. Dhe në të gjitha, një person shfaqej qartë. Denisa Vlora. Imazhet tregonin Denisën duke hyrë në kompjuterin e Klarës, duke kopjuar skedar, duke manipuluar të dhëna. Gjithçka e regjistruar. Gjithçka e provuar. Klara ndjeu një përzierje shoku dhe një ndjenjë të çuditshme vërtetimi. Nuk ishte e çmendur. Nuk ishte paranoj. Kishte vërtet dikush që punonte kundër saj. Denisa do të hetohet zyrtarisht, tha Visari, me një vendosmëri që nuk linte vend për dyshim. Dhe gjithçka që do të zbulojmë do të trajtohet me rigorozitetin që kërkon situata. Irisi tundi kokën në heshtje dhe doli nga zyra, duke I lënë Klarën dhe Visarin sërish vetëm.
Dhe sa për ty, tha ai, duke e kthyer vëmendjen plotësisht te Klara, kam një propozim. Ajo e shikoi, ende duke përpunuar gjithçka. Nuk do të ofroj një post të ri. Kjo do të ishte e pamjaftueshme. Do të ofroj një partneritet. Një vend në degën e inovacionit strategjik të kompanisë. Jo si punonjëse, por si partnere. Klara ndjeu se i merrej fryma. Një partneritet. Me Visar Berishën. Ishte diçka krejtësisht jashtë pritshmërive, diçka që te i kalonte çdo pritshmëri që ajo mund të kishte pasur. Unë hezitoj ajo. Pse po e bën këtë? Visari u ngrit dhe eci sërish drejt dritares. Sepse e njoh vlerën kur e shoh. Dhe sepse mjaft më me talentin që shpërdorohet për shkak të politikave të brendshme dhe zilis. Ai u kthye nga ajo. Por kuptoje. Kjo nuk është bamirësi. Është strategji. Prezantimi yt është brillant. Dhe dua që të jetë baza e propozimit ton të ardhshëm ndërkombëtar. Por për këtë, kam nevojë që ti të jesh në një pozicion ku nuk mund të sabotohesh më. Ku të kesh autonominë e nevojshme për të bërë punën që vetëm ti je aftë ta bësh. Klara qëndroi në heshtje për disa sekonda të gjata. Truri i saj ende përpiqej të përpunonte kthesën absurde të asaj dite. Nga një poshtërim publik në një propozim partneriteti me drejtorin ekzekutiv të kompanisë. Më duhet të mendohem, tha ajo më në fund. Visari tundi kokën. Është e drejtë. Por mos u vono shumë. Koha është e çmuar dhe kemi shumë punë përpara. Ai mori një kartë vizitë dhe ia dha asaj. Ky është kontakti im i drejt për drejt. Kur të kesh përgjigjen tënde, më kërko. Klara mori kartën duke ndier peshën e asaj cope të vogël letre. Ishte më shumë se një kontakt. Ishte një orë. Një mundësi. Mund ta mbash xhaketën për momentin, tha Visari me një buzëqeshje të lehtë që Klara nuk e dinte se ai ishte i aftë ta bënte. Është ftohtë jashtë. Ajo shikoi xhaketën ende mbi supet e saj dhe, për herë të parë atë ditë, ndjeu diçka përtej turpit dhe hutimit. Ndjeu shpresë. Duke dalë nga zyra e tij dhe duke zbritur sërish në katin e saj, Klara e dinte se asgjë nuk do të ishte më si më parë. Ajo që kishte filluar si dita më e keqe e jetës së saj po shndërrohej në diçka krejtësisht të papritur. Ndërsa ecte nëpër korridoret e Iliria Corp, ende e mbështjell me xhaketën e Visarit, ajo vinte re vështrimet. Por tani ishin ndryshe. Nuk ishin të përbuzjes apo indiferencës. Ishin të kuriozitetit. Të habis. Të diçkaje që Klara nuk ishte mësuar ta merrte. Respekt. Atë natë, kur arriti në shtëpi, Klara nuk arriti të flinte. Qëndroi ulur në divan duke parë kartë vizitën e Visarit. Mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Për sabotimin. Për poshtërimin. Për shpëtimin e papritur. Për propozimin që do të ndryshonte plotësisht trajektoren e saj. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Klara Gjoni i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo nuk ishte e padukshme. Ndoshta gjithmonë kishte pasur vlerë. Vetëm se duhej dikush që të ishte në gjendje ta shite. 3 ditët në vijim ishin më të çuditshmet në jetën e Klarës. Ajo vazhdoi të shkonte në punë, duke kryer detyrat e saj normale, por gjithçka kishte ndryshuar. Njerëzit e shikonin ndryshe. Disa me kuriozitet, të tjerë me inat të fshehur keq. Lajmi për atë që kishte ndodhur në sallën e konferencave dhe veçanërisht për gjestin e Visarit ishte përhapur si zjarri nëpër kompani. Klara qëndronte diskrete, duke u përgjigjur vetëm sa ishte e nevojshme kur e pyesnin. Por brenda saj, një vorbull mendimesh nuk e linte të qetë. Kartvizita e Visarit qëndronte e ruajtur në çantën e saj, një peshë e vazhdueshme që i kujtonte vendimin që duhej të merrte. Në mëngjesin e ditës së 4, Klarën e thirrën në departamentin e burimeve njerëzore. Zemra i rahu fort. A ishte për hetimin? Për Denisën? Apo më keq, donin ta largonin për të shmangur më shumë probleme? Kur hyri në zyrë, gjeti Marina Priftin, drejtoreshën e BNI-s. Një grua rreth të 50-ave, gjithmonë serioze dhe profesionale. Marina i tregoi një karrige dhe mbylli derën. Klara, faleminderit që erdhe, filloi Marina me një ton formal. Dëshiroj të informoj zyrtarisht se kemi nisur një hetim të brendshëm në lidhje me incidentin e ndodhur gjatë prezantimit tënd. Klara tundi kokën, pa thënë asgjë.
Provat paraprake tregojnë për një veprim të qëllimshëm sabotimi nga ana e Denisa Vlorës. Po hetojmë të gjitha detajet, por tashmë kemi material të mjaftueshëm për masa të rënda disiplinore. Marina bëri një pauzë duke e vëzhguar Klarën me vëmendje. Gjithashtu zbuluam se ky nuk ishte një rast i izoluar. Denisa ka një histori sjelljesh të papërshtatshme me punonjëse të tjera. Sjellje që, për fat të keq, janë injoruar nga menaxhimi i mëparshëm. Klara ndjeu një përzierje lehtësimi dhe zemërimi. Pra, nuk ishte vetëm me të. Gratë të tjera kishin kaluar të njëjtën gjë. Dëshiroj të kërkoj falje, vazhdoi Marina, dhe për herë të parë, zëri i saj humbi pak nga ngurtësia formale. Iliria Korp dështoi në mbrojtjen e punonjëseve të saj. Ne dështuam në krijimin e një mjedisi vërtet të shëndetshëm. Kjo do të ndryshojë. Klara më në fund gjeti zërin e saj. Çfarë do të ndodhë me Denisën? Ajo do të pezullohet menjëherë ndërsa hetimi formal vazhdon. Në varësi të rezultateve përfundimtare do të merren masa më të rrepta. Marina bëri një pauzë. Dhe nuk është vetëm ajo. Një pjesë e leadershipit që lejoi që kjo kulturë toksike të lulëzonte gjithashtu do të mbajë përgjegjësi. Fjalët e Marinës i bën jehon në mendjen e Klarës. E gjithë kompania po kalonte një transformim. Dhe gjithçka për shkak të asaj dite të tmerrshme në sallën e konferencave. Ka edhe diçka tjetër, tha Marina, duke nxjerrë një zarf. Zoti Berisha më kërkoi t'ju dorëzoja këtë. Klara mori zarfin me duar që i dridheshin lehtë. Ishte i rënd, zyrtar. Kur e hapi, gjeti një dokument formal. Një propozim i detajuar partneriteti me të gjitha kushtet, përqindjet, përgjegjësi. Ishte e vërtetë. Visari e kishte pasur seriozisht. Ke kohë deri në fund të javës për të dhënë përgjigjen tënde, informoi Marina. Por mund të them, Klara, se në të gjithë vitet e mia të punës këtu, kur nuk e kam parë zotin Berisha t'i bëj një propozim të tillë dikuj. Klara doli nga zyra e Bnjes, ende duke mbajtur zarfin. Pesha e atij dokumenti shkonte shumë përtej letrës. Ishte pesha e një vendimi që do t'ia ndryshonte jetën plotësisht. Atë pasdite, ulur vetëm në lokalin ku drekonte gjithmonë, Klara lexoi dhe rilexoi çdo rresht të kontratës. Gjithçka ishte aty. Përqindjet e pjesëmarrjes, fushat e veprimit, autonomia vendimmarrëse. Nuk ishte një post menaxherial. Nuk ishte një promovim i zakonshëm. Ishte një partneritet i vërtetë. Visari po i ofronte një vend në tryezën ku merreshin vendimet e vërteta. Pse unë, pyeti veten edhe një herë. Pse po e bënte ai këtë? Zëri i Visarit i bëri jehon në kujtesë. Sepse e njoh vlerën kur e shoh. Por ai ishte vetëm kaq? Apo kishte diçka më shumë? Klara tundi kokën. Nuk mund t'i lejonte vetes të krijonte pritshmëri përtej profesionales. Visar Berisha ishte drejtori ekzekutiv i Iliria Korp. Një njeri i parritshëm, i rezervuar, që jetonte në një botë krejtësisht të ndryshme nga e saja. Ai propozim kishte të bënte me biznesin. Me strategjinë. Asgjë më shumë. Por atëherë pse ja kishte vendosur xhaketën mbi supe? Pse ai gjest kaq simbolik, kaq personal? Klara pshertiu. Duhej të ndalonte së përpjekuri të kuptonte motivet e Visarit dhe të përqendrohej te ajo që kishte vërtet rëndësi. Kjo ishte shansi i saj. Ndoshta i vetmi që do të kishte. Të premten në mëngjes, Klara mori vendimin e saj. Mori celularin dhe, para se të hezitonte, i shkroi një mesazh numrit në kartvizitën e Visarit. Zoti Berisha, e pranoi propozimin tuaj. Kur mund të bisedojmë për hapat e ardhshëm? Përgjigjja erdhi çuditërisht shpejt. Sot, në orën 5 pasdite. Në zyrën time. Klara shikoi mesazhin. I drejt për drejt. Objektiv. Pikërisht siç e imagjinonte se do të komunikonte Visari. Në orën 5 fiks, Klara ishte sërish në ashensor, duke u ngjitur në katin e fundit. Këtë herë, megjithatë, ndjenja ishte ndryshe. Nuk ishte hutim apo turp. Ishte vendosmëri. Dyert u hapën dhe Visari tashmë po priste. Ai kishte veshur një kostum të errët pa kravat, jaka e këmishës pak e hapur. Dukej më i relaksuar se herën e fundit. Klara e përshëndeti me një lëvizje koke. Faleminderit që erdhe.
Ajo hyri dhe ai e çoi në të njëjtën zonë ndenjeje si më parë. Këtë herë, mbi tavolinë kishte një shishe verë së bashku me 2 gota. Shpresoj të mos të bezdis, tha Visari, duke mbushur verë në të dyja gotat. Mendova se një festim do të ishte i përshtatshëm. Klara pranoi gotën, ende pak e habitur nga informaliteti. Visari ngriti dolli me të. Për partneritetin e ri, tha ai. Për partneritetin e ri, përsëriti Klara dhe të dy pinë. Visari u ul dhe Klara bëri të njëjtën gjë. Ai e vëzhgoi për një moment, sikur po vlerësonte diçka. Para se të fillojmë të diskutojmë detajet operacionale, dua të kuptosh diçka, tha ai. Ky partneritet nuk është një favor. Nuk është bamirësi. Do të duhet të punosh më shumë se kurrë. Do të përballesh me rezistencë. Do të duhet të provosh vlerën tënde çdo ditë. Klara e pa në sy. Jam gati. Një buzëqeshje e lehtë preku buzët e Visarit. Besoj se po. Ai mori një tablet dhe filloi t'i tregonte Klarës projektet në zhvillim, propozimet e ardhshme, fushat ku ajo do të kishte autonomi për të vepruar. Klara dëgjonte me vëmendje, duke bërë pyetje kur ishte e nevojshme, duke përthithur çdo informacion. Kaluan orë të tëra duke biseduar. Drita e ditës gradualisht i la vendin Muzgut dhe Tirana filloi të ndriçohej jashtë. Klara ishte aq e përfshirë në bisedë saqë mezi e vuri re kohën që kalonte. Ka një gjë që do të doja të zbatoja, tha Klara në një moment të caktuar. Nëse do të jem pjesë e leadershipit të kësaj kompanie, dua të propozoj diçka përtej projekteve tregtare. Visari e shikoi me interes. Vazhdo. Dua të krijoj një program të brendshëm të fokusuar në dëgjimin dhe mbështetjen e punonisëve që kalojnë situata si ajo që kalova unë. Ngacmim moral, përjashtim, sabotim. Gjëra që shpesh janë të padukshme, por që shkatërrojnë njerëz. Visari qëndroi në heshtje për disa sekonda. Klara nuk arrinte t'ia lexonte shprehjen. Pastaj ai tundi kokën. Është një ide e shkëlqyer. Dhe e nevojshme. Klara ndjeu një lehtësim të thellë. Ishte e sigurt se Visari do ta kuptonte. Në fakt, vazhdoi ai, mendoj se duhet të jetë një nga prioritetet e tua. Duhet ta ndryshojmë kulturën e kësaj kompanie nga brenda jashtë. Dhe askush më mirë se ti nuk mund ta udhëheqë këtë ndryshim. Ata vazhduan të bisedonin derisa nata ra plotësisht mbi qytet. Kur Klara më në fund shikoi orën, ishte pothuajse 10 e mbrëmjes. Wow, nuk e vura re kohën që kaloi, tha ajo, duke u ngritur shpejt. Më fal që të mora kaq shumë nga koha jote. Nuk ke nevojë të kërkosh falje, tha Visari, duke u ngritur gjithashtu. Ishte biseda më produktive që kam pasur për javësh. Ai e shoqëroi deri te ashensori. Klara hyri dhe u kthye nga ai. Zoti Berisha, filloi ajo. Visar, e korrigjoi ai. Nëse do të jemi partner, mendoj se mund t'i heqim formalitetet. Klara buzëqeshi lehtë. Visar, atëherë. Faleminderit. Për gjithçka. Ai tundi kokën. Shihemi të hënën. Përgatitu. Do të jetë intensive. Dyert e ashensorit u mbyllën dhe Klara mbeti vetëm, duke zbritur. Por nuk ndihej vetëm. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjente se kishte një aleat. Në fundjavë, Klara pothuajse nuk arriti të relaksohej. Mendja e saj punonte vazhdimisht, duke planifikuar, duke u përgatitur për atë që do të vinte. Rishikoi të gjitha dokumentet, studioi projektet, bëri shënime për idetë e saj. Të hënën në mëngjes, kur arriti tek Iliria Corp, gjithçka ishte ndryshe. Së pari, kishte një njoftim zyrtar të afishuar në muret e lajmërimeve dhe të dërguar me email në të gjithë kompaninë. Denisa Vlora ishte pezulluar nga funksionet e saj. Mesazhi ishte formal, por i qartë. Sjellje e papërshtatshme e papajtueshme me vlerat e kompanisë. Së dyti, kishte një tjetër njoftim. Klara Gjoni ishte emëruar partnere drejtore e divizionit të ri të inovacionit strategjik të Iliria Corp. Lajmi shkaktoi një zhurmë të menjëhershme. Klara mund t'i ndjente vështrimet, të dëgjonte pëshpërimat. Disa ishin të habitur sinqerisht. Të tjerë me zili të fshehur keq. Por kishte edhe vështrime respekti. Dhe madje admirimi. Klarën e çuan në hapësirën e saj të re. Nuk ishte më tavolina në cepin e errët.
Ishte një zyrë e saj, me dritare të gjera, pamje nga qyteti, mobilje moderne. Kishte madje një pllak në derë me emrin e saj. Clara Gjoni, partnere drejtore e inovacionit strategjik. Ajo qëndroi për një moment duke parë pllakën. Ishte e vërtet. Po ndodhte vërtet. Kur hyri në zyrë, gjeti Iris memën që e priste. Mirëmëngjes, Clara, tha Irisi me një buzëqeshje të ndrojtur. Zoti Berisha më kërkoi të ndihmoj në tranzicion. Për çdo gjë që të duhet, jam në dispozicionin tënd. Clara shikoi të ren. Irisi kishte qenë ajo që kishte sjell provat kundër Denisës. Ajo që kishte punuar në heshtje për ta ndihmuar. Iris, tha Clara, duke ecur drejt saj. Dëshiroj të bëj një propozim. Si thua të bashkohesh zyrtarisht me ekipin tim? Irisi hapi sytë e mëdhenj. Seriozisht? Plotësisht, konfirmoi Clara. Kam nevojë për njerëz të cilëve mund t'u besoj. Dhe ti provove se je pikërisht kjo. Irisi buzëqeshi, më hapur këtë herë. Do të ishte një nder. Javët në vijim ishin një vorbull. Clara u zhyt kokë e këmbë në punë. Formoi ekipin e saj, rishikoi projektet, filloi të zbatonte idetë e saj. Dhe, për habin e saj, zbuloi se disa nga kolegët e vjetër që e përjashtonin tani punonin në mbikëqyrjen e saj. Mes tyre ishte Fiona Dervishi, e cila gjithmonë kishte qenë e afërt me Denisën. Ditën e parë, Fiona erdhi në zyrën e Clarës dukshëm e parehatshme. Clara, Fiona hezitoi. Dëshiroj të kërkoj falje. Për mënyrën se si të trajtova. Ishte gabim. Clara e vëzhgoi për një moment. Mund të kishte qenë e ftohtë. Mund të ishte hakmarr. Por zgjodhi një rrugë tjetër. Faleminderit që e pranon, tha Clara. Le t'ja fillojmë nga e para. Ajo që ka rëndësi tani është puna që kemi përpara. Fiona u duke lehtësuar. Dhe e habitur. Clara e dinte se mund ta kishte përdorur pozicionin e saj të ri për t'ia kthyer të gjithë vuajtjen që kishte kaluar. Por kjo do të ishte përsëritje e të njëjtave gabime. Do të ishte të bëhej ajo që e kishte lënduar aq shumë. Në vend të kësaj, ajo udhëhoqi me vendosmëri, por edhe me drejtësi. Kërkonte përsosmëri, por gjithashtu ofronte mbështetje. Pak nga pak, dinamika e ekipit filloi të ndryshonte. Ndërkohë, Visari vëzhgonte gjithçka nga larg. Ose jo aq larg. Ai filloi të shfaqej më shpesh në katet e poshtme të kompanisë. Diçka që nuk e bënte kur më parë. Kalonte pranë divizionit të Clarës, pyeste për ecurinë e projekteve, ofronte këshilla kur ishte e nevojshme. Njerëzit e vunë re. Dhe komentonin. Clara përpiqej ta mbante gjithçka rreptësisht profesionale. Por ishte e vështirë të injoroje vëmendjen e Visarit. Mënyrën se si ai dëgjonte kur ajo fliste. Si i merrte seriozisht opinionet e saj. Si dukej sinqerisht i interesuar jo vetëm për rezultatet, por edhe për gjendjen e saj. Një pasdite, pas një mbledhjeje veçanërisht intensive me investitor ndërkombëtar, Visari i kërkoi Clarës të ngjitej në zyrën e tij. Kur ajo arriti, e gjeti në këmbë pranë dritares duke vëzhguar qytetin. Investitorët mbetën të impresionuar, tha ai, pa u kthyer. Prezantimi yt ishte i përsosur. Faleminderit, u përgjigj Clara duke u afruar. Por ishte një punë ekipi. Visari më në fund u kthye për ta parë. Nuk ke nevojë të minimizosh arritjet e tua, Clara. Pranoje meritën që të takon. Ajo buzëqeshi lehtë. Ende po mësohem me këtë. Me çfarë? Me faktin që më shohin, pranoi ajo. Për kaq shumë kohë, isha e padukshme. Tani, ndonjëherë duket jo reale. Visari bëri disa hapa drejt saj. Ti kur nuk ke qenë e padukshme. Thjesht ishe e rrethuar nga njerëz të verbër. Fjalët e tij e prekën Clarën në një mënyrë të papritur. Kishte diçka në zërin e Visarit, në mënyrën se si ai e shikonte, që shkonte përtej profesionales. Visar, tha ajo, me hezitim. Pse e bëre gjithë këtë? Dhe të lutem, i sinqert me mua. Ai qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Kur më në fund u përgjigj, zëri i tij ishte më i ulët, më personal se sa Clara e kishte dëgjuar ndonjëherë. Sepse kur të pash në atë sallë konferencash, të poshtëruar dhe vetëm, pash të njëjtin dinjitet që më bëri përshtypje 3 vjet më parë. Të njëjtin refuzim për t'u përkulur, për t'u lënë të thyesh.
Dhe kuptova se njerëz të tillë janë të rrallë, të çmuar. Ai bëri një pauzë, sikur po vendoste sa të zbulonte. Nuk ta vura xhaketën mbi supe nga turpi për atë që po ndodhte, Klara. E vura sepse nuk duroja dot të shija duke u zvogëluar. Sepse në atë moment gjithçka që doja ishte të nxirja nga ai vend dhe të tregoja se ti vlen pafundësisht më shumë se sa ato njerëz arrinin të shihnin. Klara ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Kjo nuk kishte më të bënte vetëm me biznesin. Kishte diçka më të thellë, më personale në fjalët e Visarit. Unë nuk di të merrem mirë me emocionet, vazhdoi ai. Kam kaluar gjithë jetën duke marrë vendime racionale të llogaritura. Por me ty, Klara, ka diçka që i shpëton logjikës. Diçka që nuk mundem dhe nuk dua ta injoroj. Fjalët mbetën pezull mes tyre, të ngarkuara me kuptim. Klara nuk dinte çfarë të thoshte. Një pjesë e saj donte të tërhiqej, të ruante sigurinë e marrëdhënies profesionale. Por një pjesë tjetër, një pjesë që ishte mbytur për kaq shumë kohë, donte t'i lejonte vetes të ndjente. Visar, filloi ajo, por u ndërprej nga celulari i tij që po binte. Ai shikoi ekranin dhe pshertiu. Më fal. Është bordi. Duhet t'i përgjigjem. Klara tundi kokën, pothuajse e lehtësuar nga ndërprerja. Më duhet të shkoj gjithsesi. Kam raporte për të përfunduar. Ajo u kthye për të dalë, por Visari e kapi lehtë nga krahu. Klara, tha ai. Mendo për atë që thash. Të lutem. Ajo e shikoi në sy dhe tundi kokën para se të largohej. Në ashensor, duke zbritur, Klara mbështeti kokën në murin e ftohtë dhe mbylli syt. Gjithçka po ndryshonte shumë shpejt. Karriera e saj. Pozicioni i saj. Dhe tani, ndoshta, diçka shumë më personale dhe e frikshme. Atë natë, në shtëpi, Klara nuk mund të ndalonte së menduari për fjalët e Visarit. Për mënyrën se si ai e kishte parë. Për cenueshmërinë që ai kishte treguar. Për herë të parë, ajo i lejoi vetes të konsideronte mundësinë se ajo që ndjente nuk ishte vetëm mirënjohje apo admirim profesional. Ndoshta ishte diçka më shumë. Diçka që e friksonte po aq sa e tërhiqte. Diçka që do të ndryshonte gjithçka. Korriku erdhi duke sjellë me vete një freski karakteristike tiranase. Klara shikonte nga dritarja e zyrës së saj, duke vëzhguar shiun e imët që binte mbi bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kishte diçka ngushëlluese në atë klim gri, sikur qyteti ndante kompleksitetin e emocioneve që ajo mbante. Programi i mbështetjes ishte lancuar zyrtarisht javën e kaluar. Përgjigjja ishte e menjëhershme dhe, në disa aspekte, dërmuese. Në më pak se një javë, 14 punonjës kishin kërkuar shërbimin. 14 histori përjashtimi, ngacmimi moral dhe vuajtjeje të heshtur që më në fund gjenin një hapësirë për t'u dëgjuar. Irisi e koordinonte programin me një përkushtim që e prekte Klarën. Ajo vetë kishte qenë e padukshme për kaq shumë kohë saqë e kuptonte thellësisht dhimbjen e atyre që kërkonin ndihmë. Mes rrëfimeve kishte modele shqetësuese. Shefa që poshtëronin publikisht. Kolegë që sabotonin punën. Grupe që përjashtonin sistematikisht punonjës të caktuar. Ishte sikur Klara po shikonte pasqyra të shtrembëruara të përvojës së saj. Në një mbledhje me Irisin dhe ekipin e psikologëve të kontraktuar, Klara dëgjoi një rast që e preku veçanërisht. Rea Leka, një analiste 26 vjeçare nga departamenti financiar, ishte përjashtuar sistematikisht nga mbledhjet, idetë e saj ishin përvetësuar nga kolegët dhe ishte objekt i shakave të vazhdueshme për pamjen e saj. Kur më në fund mblodhi guximin për të denoncuar, menaxheri i saj e këshilloi të ishte më pak e ndjeshme. Klara e njihte atë histori. Kishte jetuar versione të saj. Dua të flas me të, i tha Klara Irisit. Personalisht. Je e sigurt, pyeti Irisi. Normalisht ne ruajmë anonimitetin. Ajo nuk ka nevojë ta di historinë time, u përgjigj Klara. Por kam nevojë që ajo ta di se dikush në një pozicion drejtues e kupton. Se ajo nuk është vetëm. Të nesërmen, Klara u takua me Rean në një dhomë private. E reja erdhi dukshëm nervoze, me supet e përkulura sikur po përpiqej të zinte sa më pak hapësirë të ishte e mundur. Rea, faleminderit që erdhe, tha Klara, duke i treguar një koltuk të rehatshëm. Të lutem, ndihu si në shtëpinë tënde. Rea u ul në cep të koltukut, me duart e ndërthurura në prehër.
Dua të dish se kjo hapësirë është e sigurt, vazhdoi Klara. Dhe se guximi yt për të kërkuar ndihmë është i admirueshëm. Rea ngriti syt, e habitur. Nuk ndihem e guximshme. Ndihem e dobët. Klara ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Të pranosh se diçka nuk shkon nuk është dobësi, Rea. Është forcë. Shumë njerëz kalojnë vite duke heshtur dhimbjen e tyre sepse mendojnë se kjo është ajo që duhet të bëjnë. Por ndoshta unë jam vërtet shumë e ndjeshme, tha Rea, duke përsëritur fjalët e menaxherit. Ndoshta problemi është tek unë. Klara u përkul lehtë përpara. Mund të them diçka? Disa muaj më parë, kalova një situatë të ngjashme. U sabotova, u përjashtova, u poshtërova. Dhe gjithashtu mendova se problemi ishte tek unë. Se kishte diçka tek unë që justifikonte trajtimin që merja. Rea hapi sytë e mëdhenj, qartësisht duke mos e pritur atë zbulim. Por nuk ishte e vërtet, vazhdoi Klara. Dhe nuk është e vërtet në rastin tënd. Problemi kur nuk është viktima. Është gjithmonë ai që zgjedh të lëndoj. Për herë të parë, Klara pa mbrojtjet e Reas të fillonin të binin. Lotët ju shfaqen në sy. Unë vetëm doja të punoja në paqe, tha Rea, me zërin e mbytur. Të bëja punën time mirë. Pse duhet të jetë kaq e vështirë? Nuk duhet të ishte, u përgjigj Klara. Dhe do të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë për ta ndryshuar këtë. Në javët në vijim, Klara ndoqi personalisht disa raste. Çdo histori e forconte në bindjen se ai program ishte po aq i rëndësishëm sa çdo kontratë milionëshe që mbyllte. Por gjithashtu e linte të raskapitur emocionalisht. Të mbaje dhimbjen e të tjerëve, edhe pse e dije se po ndihmoje, kishte peshën e vet Visari e vuri re. Sigurisht që e vuri re. Një pasdite veçanërisht të vështirë, pas një mbledhjeje posaçërisht të rëndë me një punonjëse që kishte menduar të hiqte dorë nga gjithçka për shkak të mjedisit toksik, Klara u ngjit në zyrën e tij. Kishte nevojë për ajër, për hapësirë, për heshtje. E gjeti Visarin në zyrën e tij duke punuar. Ai ngriti syt kur ajo hyri dhe menjëherë u ngrit. Klara, çfarë ka ndodhur? Ajo nuk u përgjigj. Thjesht eci drejt dritares dhe qëndroi aty duke parë qytetin. Visari u afrua duke u ndalur pranë saj. Fol me mua. Është shumë, tha ajo më në fund. Shumë dhimbje. Çdo histori që dëgjoj, çdo person që shoh duke vuajtur, është si të rijetoj gjithçka nga e para. Visari qëndroi në heshtje për një moment. Nuk ke nevojë ta mbash këtë vetëm, Klara. Ajo u kthye nga ai. Por duhet të bëj diçka. Nuk mundem thjesht ta injoroj. Dhe nuk po e injoron, tha Visari. Po bën më shumë se sa shumica do të bënin ndonjëherë. Por gjithashtu duhet të kujdesesh për veten. Ai hezitoi, sikur po vendoste diçka. Eja me mua. Për ku? Më beso. Klara e ndoqi në një ashensor privat që ajo nuk e kishte përdorur kurrë. Visari futi një kod dhe ashensori filloi të ngjitej. Kur dyert u hapën, Klara e gjeti veten në një hapësirë që qartësisht nuk ishte pjesë e ndërtesës komerciale. Ishte një apartament. Ose më mirë, një apartament në katin e fundit të ndërtesës. Ky është apartamenti yt, pyeti Klara, e habitur. Po, u përgjigj Visari. Ndonjëherë qëndroj këtu kur gjërat bëhen shumë intensive në zyrë. Hapësira ishte çuditërisht mikpritse. Ndryshe nga minimalizmi korporativ i zyrës, aty kishte prekje personale. Libra në rafte, disa fotografi, bim. Pse më solle këtu? Pyeti Klara. Sepse ke nevojë për një vend ku mund të jesh thjesht vetvetja, pa pasur nevojë të performosh, pa pasur nevojë të jesh e fortë gjatë gjithë kohës. Ai eci drejt kuzhinës dhe filloi të përgatiste çaj. Klara vëzhgonte, ende duke përpunuar faktin se ishte aty, në atë hapësirë intime të Visarit. Kur çaji u bë gati, ata u ulën në një divan të rehatshëm pranë dritares. Pamja nga aty ishte edhe më mbresëlënëse se ajo e zyrës. Mund të bëj një pyetje, tha Klara pas disa minutash heshtjeje. Gjithmonë. Pse je kaq i rezervuar? Pse askush nuk e njeh vërtet se kush je ti? Visari shikoi filxhanin në duart e tij. Kur mora drejtimin e Iliria Corp, isha 28 vjeç. Shumë i ri, sipas shumë kujt. Më duhej të provoja aftësinë time çdo ditë. Dhe mësova se të tregoje cenueshmëri shihej si dobësi.
Klara e kuptonte këtë më mirë se kushto. Kështu që ndërtova more, vazhdoi Visari. U bëra drejtori ekzekutiv I largët, I ftohtë, I paarritshëm. Ishte më e lehtë kështu. Më e sigurt. Dhe ishte e vetmuar, pyeti Klara butësisht. Shumë, pranoi ai. Por nuk dija si të isha ndryshe. Deri tek ti. Klara ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Unë? Visari e shikoi drejt në sy. Ti më kujtove se është e mundur të jesh I fortë pa qenë I ftohtë. Se digniteti nuk kërkon distancë. Se ka një mënyrë për të udhëhequr me integritet dhe humanizëm. Ai bëri një pauzë. Ti më bëre të dua t'i rrëzoj muret. Klara nuk dinte çfarë të thoshte. Fjalët e Visarit e preknin në një nivel të thellë, të cenueshëm. Visar, filloi ajo, por ai vazhdoi. E di që ke frikë, Klara. E di që ke frikë se ndjenjat do t'i komplikojnë gjërat. Por kam nevojë të kuptosh diçka. Ai u afrua, duke I kapur butësisht dorën. Ajo që ndjej për ty nuk është komplikim. Është qartësi. Është hera e parë në vite që ndihem vërtet I gjallë. Vërtet I pranishëm. Klara ndjente lotët që donin t'i binin. Pse? Pse unë? Visari buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë që ja transformoi plotësisht fytyrën. Sepse ti je jashtëzakonshme pa u përpjekur të jesh. Sepse forca jote vjen nga autenticiteti, jo nga performanca. Sepse ti më sheh jo si drejtorin ekzekutiv, por si Visarin. Thjesht Visarin. Dhe kjo mjafton, pyeti Klara, me zë të ulët. Është më shumë se mjaftueshëm. Është gjithçka. Për herë të parë, Klara I lejoi vetes ta shikonte vërtet Visarin jo si shefin e saj, jo si partnerin e saj, por si njeri. Dhe ajo që pa e friksoi dhe e tërhoqi në mas të barabartë. Kam frikë, pranoi ajo. Frikë se do të humbas gjithçka që kam arritur. Frikë se çfarë do të thonë njerëzit. Frikë se nuk do të jem e mjaftueshme. Visari I përkëdheli butësisht fytyrën. Ti gjithmonë ke qenë e mjaftueshme, Klara. Bota është ajo që nuk ishte gati të njihte. Nuk di si ta bëj këtë, pëshpëriti ajo. Nuk di si ta balancoj atë që ndjej me atë që di se është e arsyeshme. Atëherë mos e balanco, tha Visari. Thjesht ndjeje. Thjesht ji. Dhe në atë moment, diçka brenda Klarës më në fund u dorëzua. Mbrojtjet që kishte ndërtuar, frika që e paralizonte, gjithçka filloi të shembej. Ajo u përkul dhe Visari e takoi lëvizjen. Puthja ishte e butë në fillim, hezituese, sikur të dy po testonin realitetin e atij momenti. Por pastaj u thellua, e ngarkuar me gjithë dëshirën e përmbajtur, me gjithë tensionin e akumuluar në muaj rezistence. Kur u ndan, të dy merrnin frym me vështirësi. Kjo ndryshon gjithçka, tha Klara. E di, u përgjigj Visari. Dhe jam gati të përballem me çfarëdo që të vijë. Por kam frikë, pranoi Klara. Edhe unë, rrëfeu Visari. Por kam më shumë frikë të humbas nga frikacakëria se sa të përballem me çdo pasojë nga guximi. Ata që ndruan aty të përqafuar, ndërsa nata binte mbi Tiranë. Nuk bën premtime. Nuk planifikuan të ardhmen. Thjesht ekzistuan në atë moment, duke I lejuar vetes të ndjenin pa kufizime. Në javët në vijim, Klara dhe Visari filluan një valle delikate. Publikisht ruanin profesionalizmin e rrept. Në mbledhje ishin partner kompetent. Në korridore mbanin distancën e duhur. Por në momentet private, në apartamentin e Visarit pas orarit të punës ose në fundjava diskrete, I lejonin vetes të ishin thjesht Klara dhe Visari. Dy qenie njerëzore që përpiqeshin të lundronin ndjenja komplekse në rrethana të komplikuara. Klara zbuloi shtresat të Visarit që askush nuk I njihte. Pasionin e tij për artin klasik. Dashurinë e tij për gatimin, të cilin e praktikonte si një formë relaksimi. Pasiguritë e tij për të qenë në lartësinë e trashëgimisë së kompanisë. Visari, nga ana tjetër, njohu Klarën përtej profesionistes brillante. Për kushtimin e saj ndaj familjes që jetonte në fshat. Ëndrat e saj për të qenë në gjendje një ditë t'ua shpërblente prindërve gjithçka që kishin sakrifikuar për të. Frikërat e saj më të thella për të mos u pranuar kur vërtet. Në gusht pati një darkë të rëndësishme korporative. Një event gala për të festuar rezultatet e semestrit.
Klara mori pjesë vetëm, si gjithmonë. Visari gjithashtu. Por sytë e tyre takoheshin përmes sallës, biseda të heshtura që ndodhnin në vështrime të vjedhura. Ishte Fiona, çuditërisht, ajo që ju afrua Klarës në një moment të caktuar. Je ndryshe, tha ajo. Më e lehtë, në një farë mënyre. Klara buzëqeshi lehtë. Ndoshta jam thjesht më rehat me atë që jam. Fiona vëzhgoi Visarin në anën tjetër të sallës. Ai të shikon, e di. Kur mendon se askush nuk po i kushton vëmendje. Klara ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Duhet të jetë imagjinata jote. Fiona tundi kokën. Nuk është. Dhe, sa për informacion, mendoj se ti meriton të jesh e lumtur. Pas gjithë asaj që ke kaluar, e meriton këtë dhe shumë më tepër. Sinqeriteti në fjalët e Fionës e habiti Klarën. Faleminderit. Vetëm, hezitoi Fiona, kujdes. Jo sepse mendoj se ka diçka të gabuar. Por sepse e di sa të pamëshirshëm mund të jenë njerëzit. Klara tundi kokën, mirënjohëse për paralajmërimin e sinqertë. Më vonë atë natë, pas eventit, Klara dhe Visari u takuan në apartamentin e tij, siç kishin planifikuar në mënyrë diskrete. Të gjithë e din, tha Klara, duke hequr këpucët me taka me lehtësim. Ose të paktën dyshojnë. E di, u përgjigj Visari, duke u shërbyer verë të dyve. Çështja është, a ka rëndësi për ty? Klara pranoi gotën dhe shkoi te dritarja. Ka rëndësi në kuptimin që nuk dua që puna ime të zvogëlohet. Që merita ime të vihet në dyshim. Dhe a është vend, pyeti Visari, duke u afruar. Jo nga shifrat, pranoi Klara. Rezultatet flasin vetë. Por gjithmonë do të ketë nga ata që preferojnë të besojnë në narrativa më të përshtatshme. Visari i vendosi duart mbi supe, duke i masazhuar butësisht tensionin e akumuluar. Atëherë le të besojnë. Ti e di të vërtetën. Unë e di të vërtetën. Dhe në fund, kjo është ajo që ka rëndësi. Klara u kthye për ta parë. Dhe kur kjo të bëhet publike? Kur nuk do të mund ta mbajmë më këtë ndarje mes profesionales dhe personales? Atëherë do ta përballojmë së bashku, tha Visari me vendosmëri. Si të barabartë. Si partner në të gjitha kuptimet. Ke shumë siguri, tha Klara me një buzëqeshje të trishtuar. Si mund të kesh kaq shumë siguri? Visari i mori fytyrën mes duarve. Sepse për herë të parë në jetën time gjeta diçka më të rëndësishme se kompania. Më të rëndësishme se imazhi apo protokolli. Të gjeta ty. Fjalët ishin të thjeshta, por të ngarkuara me një peshë emocionale që Klara e ndjente të rezononte në çdo fibër të qenies së saj. Të dua, tha Visari, dhe nuk ishte një deklaratë madhështore. Ishte një pohim i qetë i diçkaje që thjesht ishte e vërtetë. Klara mbylli syt, duke i lënë fjalët ta mbështillnin. Edhe unë të dua, përshpëriti ajo. Dhe kjo më tmerron. Pse? Sepse kam kaq shumë për të humbur. Gjithçka që kam ndërtuar, gjithçka që jam tani. Visari i puthi butësisht ballin. Nuk do të humbasësh asgjë, Klara. Vetëm do të fitosh. Do të fitojmë. Ajo donte të besonte. Me çdo fibër të qenies së saj donte të besonte. Atë natë, i zuri gjumi së bashku për herë të parë, të ndërthurur, duke gjetur ngushëllim në krahët e njëri tjetrit. Por realiteti, Klara e dinte, përfundimisht do të kërkonte më shumë se momente të vjedhura dhe sekrete të përbashkëta. Së shpejti, do të duhej të vendosnin. Të vazhdonin të fshiheshin apo të dilnin hapur. Dhe çdo zgjedhje do të sillte pasoja që do të ndryshonin gjithçka. Shtatori erdhi duke sjellë vendime që nuk mund të shtyheshin më. Mëngjesi i së hënës zbardhi me një qiell jashtëzakonisht të kaltër mbi Tiranë. Klara ishte në apartamentin e Visarit, ende e veshur me rrobat e ditës së dieshme. Kishin kaluar gjithë të dielën aty duke biseduar për të ardhmen, për vendimet që duhej të merrnin, për atë që do të thoshte të dilnin hapur me marrëdhënien e tyre. Duhet të flasim me bordin, tha Visari, duke u shërbyer kafe të dyve. Nuk mund ta shtyjmë më. Klara e dinte se ai kishte të drejtë. Thashë themet ishin intensifikuar. Njerëzit flisnin, spekulonin. Ishte vetëm çështje kohe derisa dikush të vendoste t'i shndërronte spekulimet në akuza formale. Kur, pyeti Klara. Sot, u përgjigj Visari. Do të thëras një mbledhje të jashtëzakonshme për këtë pasdite.
Zemra e Klarës u përshpejtua. Kaq shpejt? Visari u afrua duke I mbajtur duar. Sa më shumë të presim, aq më keq do të jetë. Duhet ta kemi ne kontrollin e narrativës. Po sikur të kërkojnë dorëheqjen tënde, pyeti Klara, duke shprehur me zë frikën që e mundonte. Po sikur ta përdorin këtë kundër teje? Atëherë le ta përdorin, tha Visari me vendosmëri. Por nuk do të heq dorë nga ti, nuk do të shtirem sikur ajo që ndjejmë nuk ekziston për të qetësuar njerëz që preferojnë pamjen e jashtme para së vërtetës. Klara mori frym thellë. Në rregull. Le ta bëjmë. Në orën 2 pasdite, Klara hyri në sallën e bordit pranë Visarit. Të gjithë anëtarët e bordit ishin tashmë të pranishëm, përfshirë Agim Bashën dhe Marcela Kocin, të cilët shikuan me habi hyrjen e tyre të përbashkët. Visari zuri vendin e tij në krye të tryezës dhe Klara u ul pranë tij, jo në pozicionin e zakonshëm të prezantueses, por si e barabartë. Faleminderit të gjithëve që erdhët me njoftim kaq të shkurtër, filloi Visari. E thira këtë mbledhje sepse Klara dhe unë kemi diçka të rëndësishme për të komunikuar. Heshtja në sallë ishte e tensionuar. Të gjithë qartësisht e prisnin këtë, por konfirmimi ende shkaktonte impakt. Siç ndoshta të gjithë dyshoni, vazhdoi Visari, Klara dhe unë kemi zhvilluar një marrëdhënie që shkon përtej profesionales. Jemi bashkë. Dhe jemi këtu sot për ta bërë këtë zyrtarisht publike. Marcela ishte e para që foli. Visar, a I kupton implikimet e kësaj? Çështjet e etikës korporative që kjo ngre? I kuptoj në mënyrë të përsosur, u përgjigj Visari. Dhe pikërisht për këtë arsye po jemi transparent. Klara është partnerja ime, po. Por para kësaj është një profesioniste e jashtëzakonshme, rezultatet e së cilës janë të padiskutueshme. Por ka një konflikt interesi të dukshëm, argumentoi Agimi. Si mund të garantojmë që vendimet e biznesit nuk do të ndikohen nga, hezitoi ai, ndjenjat personale? Në të njëjtën mënyrë siç kemi garantuar gjithmonë, tha Klara, duke folur për herë të parë. Me rezultate të matshme. Me transparencë. Me etikë. Ajo hapi laptopin e saj dhe projektoi të dhëna në ekran. Që kur mora drejtimin e divizionit të inovacionit strategjik, shifrat janë këto. Rritje prej 300% në rentabilitet. 5 marrëveshje ndërkombëtare të mbyllura. Një program mbështetjeje që tashmë ka ndihmuar 23 punonjës dhe po transformon kulturën e kompanisë. Klara bëri një pauzë duke parë se cilin antar të bordit. Këto rezultate nuk u arritën nga favorizimi. U arritën nga puna e palodhur, strategjia inteligjente dhe kompetenca. Nëse doni të vini në dyshim marrëdhënien time personale me Visarin, në rregull. Por mos e vini në dyshim profesionalizmin tim. Heshtja që pasoi ishte ndryshe nga e para. Kishte respekt në të. Ishte Robert Deda, një antar I bordit që deri atëherë kishte qëndruar I heshtur, ai që foli. Mendoj se të gjithë këtu duhet të pranojmë diçka. Klara jo vetëm që e ka provuar vlerën e saj, por e ka ngritur këtë kompani në një nivel që nuk e kishim arritur prej vitesh. Të vësh në dyshim këtë tani do të ishte, të paktën, hipokrite. Marcela pshertiu. Roberti ka të drejtë. Por ende duhet të vendosim protokolle. Garanci se qeverisja korporative do të ruhet. Pajtohem plotësisht, tha Visari. Propozoi krijimin e një komiteti të pavarur që do të mbikëqyrë vendimet ku mund të ketë konflikt potencial interesi. Klara dhe unë do t'i raportojmë këtij komiteti sa herë që të jetë e nevojshme. Agimi rregulloi syzet, I menduar. Është një zgjidhje e arsyeshme. Diskutimi vazhdoi për një orë tjetër. U vendosën protokolle, u krijuan masa mbrojtëse, u përcaktuan fushat e përgjegjësisë. Në fund, bordi votoi. Me shumicë votash, miratuan vazhdimsinë e Klarës në pozicion me masat e transparencës të propozuara. Kur mbledhja mbaroi, Klara ndjeu sikur një peshë e madhe I ishte hequr nga supet. Në zyrën e tij, më vonë atë natë, ajo dhe Visari festuan në mënyrë diskrete. Nuk ishte aq e tmerrshme sa mendoja, pranoi Klara, duke pranuar një gotë verë. Sepse ti ishe brillante, tha Visari. E bëre të qartë se nuk ke nevojë për mbrojtje. Se mbahesh me meritën tënde. Klara buzëqeshi. Mësova nga më I miri. Lajmi u përhap shpejt nëpër kompani. Të nesërmen, Klara erdhi e përgatitur për reagime të ndryshme. Dhe ato erdhen.
Disa punonjës e uruan sinqerisht. Të tjerë shmangën vështrimin, qartësisht duke mos e miratuar. Por shumica thjesht vazhduan punën, sepse rezultatet flisnin më fort se çdo thash e them. Ishte Fiona ajo që organizoi një drekë me punonjësit e divizionin. Kur Klara arriti, gjeti jo vetëm ekipin e saj, por edhe gra të tjera nga kompania. Donim të thoshim diçka, filloi Fiona. Faleminderit. Klara rahu qepallat, e habitur. Pse? Sepse tregove se është e mundur, tha Fiona. Që mund të jemi të forta pa qenë të vetmuara. Që mund të kërkojmë respekt pa hequr dorë nga marrëdhëniet. Që meritojmë të kemi gjithçka, jo vetëm copa. Gratë të tjera ranë dakord duke ndarë historitë e tyre. Disa kishin fshehur marrëdhënie nga frika. Të tjera kishin sakrifikuar aspekte personale për t'u marrë seriozisht profesionalisht. Klara kuptoi se vendimi i saj për të qenë transparente kishte krijuar valë shumë përtej asaj që kishte imagjinuar. Nuk ishte e lehtë, pranoi Klara. Dhe ende nuk është. Por mësova se të fshehesh pjesë të asaj që jemi nuk është kur zgjidhja. Vetëm na bën të ndihemi të paplota. Në atë moment, Klara ndjeu se kishte arritur diçka më të madhe se çdo post apo kontratë. Kishte arritur autenticitetin. Dhe duke bërë këtë, kishte krijuar hapësirë që edhe të tjerat të mund të ishin autentike. Në tetor, programi i mbështetjes u zgjerua. Ajo që kishte filluar si një iniciativë e brendshme e Iliria Corp tërhoqi vëmendjen e medias së specializuar. Klarën e ftuan për leksione, intervista, evente mbi diversitetin dhe përfshirjen korporative. Visari e mbështeste në çdo hap, por gjithmonë duke u kujdesur që ajo të shkëlqente me dritën e saj. Ai e kuptonte se Klara nuk kishte nevojë për të qenë e jashtëzakonshme. Jashtëzakonshmëria e saj ishte e brendshme. Në nëntor, Klara mori një telefonat që e la pa fjalë. Alo, u përgjigj ajo. Klara Gjoni, pyeti një zë femëror nga ana tjetër e linjës. Po, unë jam. Emri im është Patricia Duka. Jam gazetare e revista ekzekutiv. Po përgatisim një artikull për 100 gratë më me ndikim në botën korporative shqiptare dhe do të donim t'ju përfshinim. Klara u desh të ulej. Me ndikim? Unë? Puna juaj tek Iliria Corp ka qenë e shuar, shpjegoi Patricia. Jo vetëm për rezultatet financiare, por për transformimin kulturor që keni udhëhequr. Ju por i përcaktoni se çfarë do të thotë të jesh lider në shekullin e 21. Kur telefonata mbaroi, Klara qëndroi ulur në heshtje duke përpunuar. Vite më parë, ishte e padukshme. Tani, po njihej si një nga gratë më me ndikim në vend. I tregoi Visarit atë natë. Ai e mori në krah dhe e rrotulloi duke qeshur. Jam kaq krenar për ty, tha ai. Nuk do të kishte ndodhur pa ty, u përgjigj Klara. Visari e uli në tokë, duke u bërë serioz. Klara, gjithçka që ke arritur është me meritën tënde. Unë vetëm të dhash një shans. Ti ishe ajo që e shfrytëzove dhe e shndërrove në diçka të jashtëzakonshme. Në dhjetor, pati festa e fundvitit e kompanisë. Ndryshe nga viti i kaluar, kur Klara kishte shkuar vetëm dhe kishte qëndruar mënjan, këtë herë ajo arriti pranë Visarit. Ata kërcyen së bashku në sallë, pa u fshehur, pa u shtirur. Dhe ndodhi diçka magjike. Njerëzit nuk shikonin me skandal apo mosmiratim. Shikonin me natyrshmëri. Me pranim. Klara kuptoi se, në një farë mënyre, guximi i saj për të qenë autentike kishte normalizuar diçka që më parë dukej e pamundur. Liderët mund të ishin njerëzor. Mund të kishin marrëdhënie. Mund të ishin të plotë. Gjatë kërcimit, Visari i pëshpëriti në vesh. E mban mend kur të pyeta pse ti? Klara tundi kokën. Tani të gjithë e din, tha ai. Sepse ti je e jashtëzakonshme. Dhe bota më në fund po i kushton vëmendje. Në janar të vitit pasardhës, Klara u njoh zyrtarisht në një ceremoni publike si një nga 100 gratë më me ndikim në vend. Prindërit e saj erdhën nga fshati për ceremoninë me lot krenarie në sy. Në audiencë, Visari shikonte duke duar trokitur me krenari të sinqertë. Pranë tij ishte Irisi, e cila gjithashtu ishte promovuar dhe tani udhëhiqte programin e mbështetjes që ishte bërë model për kompani të tjera. Kur Klara u ngjit në skenë për të marrë çmimin dhe për të mbajtur fjalimin e saj, shikoi audiencën dhe pa fytyra që përfaqësonin udhëtimin e saj.
Fiona, e cila kishte kërkuar falje dhe ishte bërë aleate. Reja që ajo kishte mbështetur dhe që tani lulëzonte në karrierën e saj. Prindërit e saj që përfaqësonin prejardhjen e saj. Visari që përfaqësonte atë që kishte ndërtuar. Dua të falenderoj, filloi Klara, por jo për njohje apo çmime. Dua të falenderoj të gjithë njerëzit që në momente errësire zgjodhen të ndezin një drill. Ajo bëri një pauzë e emocionuar. Një vit më parë isha e padukshme. Jo sepse mungonte kompetenca, por sepse isha në një mjedis që preferonte të injoronte në vend që të njihte. Dhe kjo mund të më kishte shkatëruar. Por nuk më shkatëroi. Klara shikoi drejt e në sy Visarin. Sepse dikush zgjodhi të shite. Dikush zgjodhi të rrezikonte. Dikush zgjodhi të besonte se dinjiteti vlen më shumë se protokolli, se autenticiteti vlen më shumë se pamja, se njerëzit vlen më shumë se fitimet. Salla ishte në heshtje të plot, të gjithë duke përthithur çdo fjalë. Dhe mësova diçka themelore, vazhdoi Klara. Nuk kemi nevojë të zgjedhim mes të qenit profesionist të jashtëzakonshëm apo qenie njerëzore të plota. Mund të jemi të dyja. Duhet të jemi të dyja. Humanizmi ynë nuk na dobëson. Na forcon. Kur zbriti nga skena, u prit me një ovacion në këmbë. Visari e priste dhe ajo shkoi drejte në krahët e tij, pa u shqetësuar se kush e shite, se çfarë mendonin. Në kthim për në shtëpia të natë, në makinën që ndanin, Klara shikoi nga dritarja Tiranën e ndriçuar. Për çfarë po mendon? Pyeti Visari, duke i mbajtur dorën. Se një vit më parë do të kisha dhënë gjithçka për t'u parë, u përgjigj Klara. Tani, kuptoj se kur nuk kisha nevojë të shihesha nga të gjithë. Vetëm duhej të shihesha nga ata që kishin vërtet rëndësi. Ajo e shikoi atë. Dhe mbi të gjitha, duhej të mësoja të shija veten. Të njihja vlerën time, pavarësisht vërtetimit të jashtëm. Visari ja çoi dorën te buzët, duke e puthur butësisht. Dhe tani që e sheh veten? Klara buzëqeshi. Tani shoh dik që kaloi stuhi dhe refuzoi të mbytej. Dik që u rrëzua por zgjodhi të ngrihej. Dik që ishte e padukshme por refuzoi të mbetej e tillë. Dhe sheh dik që meriton gjithë lumturinë e botës, shtoi Visari. Po mësoj ta besoj këtë, pranoi Klara. Në muajt që pasuan, Iliria Corp u konsolidua si referencë jo vetëm në rezultate financiare, por edhe në kulturën organizative. Programi i mbështetjes u zgjerua dhe u adoptua nga kompani të tjera të grupit. Klara u bë një konsulente e kërkuar, duke ndihmuar organizata të tjera të transformonin kulturat e tyre. Visari dhe Klara vazhduan të udhëhiqnin së bashku, duke lundruar sfidat me të njëjtin autenticitet që i kishte sjellë deri aty. Pati momente të vështira, diskutime se si të balanconin jetën personale dhe profesionale, vendime të komplikuara që duhej të merrnin. Por i përballuan të gjitha krah për krah, siç kishin premtuar. Në mars, gjatë një udhëtimi pune në Paris, Visari e çoi Klarën në një darkë speciale. Ata ishin në majë të kullës Eiffel, qyteti i dritave shtrihej poshtë tyre si një det mundësish. Klara, filloi Visari, duke i kapur dorën. 2 vjet më parë, të pash për herë të parë në atë proces për zgjedhje. Nuk e di atëherë, por jeta ime ndryshoi në atë moment. Ti më tregove se forca dhe butësia mund të bashkëjetojnë. Se leadershipi dhe humanizmi nuk janë të kundërta. Se është e mundur të ndërtosh një perandori pa humbur shpirtin. Ai u gjunjëzua, duke nxjerrë një kuti të vogël nga xhepi. Klara vuri dorën te goja, lotët tashmë duke ju formuar në sy. Nuk po të kërkoj të jesh gruaja ime sepse kam nevojë për ty, tha Visari. Po të kërkoj sepse të zgjedh ty çdo ditë, në çdo rrethan. Do të më bëje njeriu më të lumtur në botë nëse do të pranoje të kaloje pjesën tjetër të jetës pranë meje. Klara as nuk arriti të fliste. Vetëm tundi kokën, lotët duke i rrjedhur lirshëm, dhe përshpëriti një pot të ngarkuar me gjithë dashurinë që ndjente. Kur u kthyen në Shqipëri, të fejuar, lajmi u prit me festë të sinqert nga ata që kishin rëndësi. Pati, sigurisht, disa që komentuan për shpejtësinë, për komplikimet. Por Klara dhe Visari tashmë kishin mësuar se nuk mund të jetonin për opinionet e të tjerëve. Në qershor, Klarën e ftuan të mbante fjalimin e diplomimit në një universitet prestigjios në Tiranë. Duke parë fytyrat e reja dhe plot pritshmëri, pa reflektime të asaj që kishte qenë vetë vite më parë. Do të dëgjoni shumë gjëra, u tha Klara të diplomuarve.
Do të dëgjoni se duhet të zgjidhni mes të qenit të suksesshëm apo të lumtur. Mes të qenit të respektuar apo të dashur. Mes të qenit të fortë apo të cenueshëm. Ajo bëri një pauzë duke parë Visarin në audiencë. Jam këtu për t'ju thënë se këto janë zgjedhje të rreme. Ne jemi të aftë të përmbajmë turma. Të jemi kompleks dhe të plodh. Të kërkojmë respekt pa hequr dorë nga humanizmi. Të jemi profesionistë të jashtëzakonshëm dhe njerëz autentik. Ajo tregoi trajektoren e saj. Isha e padukshme. U sabotova. U poshtërova. Por gjithashtu isha elastike. Isha e guximshme. Isha autentike. Dhe është ky autenticitet që, në fund, hap të gjitha rrugët. Kur mbaroi, ovacioni ishte i pamas. Por ajo që e preku Klarën thellësisht ishte të shihte gra të reja që i afroheshin më pas, duke ndarë historitë e tyre të përjashtimit, të luftës, të shpresës. Çdo histori i kujtonte pse gjithçka ia vlente. Çdo fytyrë ishte një pasqyrë e asaj që ajo vetë kishte jetuar. Në shtator, Klara dhe Visari u martuan në një ceremoni intime në një agroturizëm në rrethinat e Tiranës, pranë qytetit ku Klara ishte rritur. Ishte e thjeshtë, autentike, e përsosur. Kur shkëmbyen betimet, nuk ishin fjalët tradicionale. Ishin premtime të krijuara prej tyre që pasqyronin se kush ishin. Premtoj të shoh, tha Visari. Gjithmonë. Në momentet e tua të forcës dhe të cenueshmërisë. Premtoj të jem partneri yt, jo mbrojtësi yt. Speranca jote, jo burgu yt. Klara, me lot në sy, u përgjigj. Premtoj të mos fshihem. Premtoj të lejoj të hysh, edhe kur frika më thot të mos e bëj. Premtoj të ndërtoj me ty, jo në hijen tënde. Krah për krah, gjithmonë. Kur u puthën duke vulosur premtimet, të gjithë të pranishmit e dinin se po dëshmonin diçka të rrallë. Jo vetëm një martesë, por bashkimin e dy shpirtrave që kishin zgjedhur guximin mbi frikën, autenticitetin mbi leverdin. Festa që pasoi ishte një celebrim jo vetëm i dashurisë së tyre, por i gjithçkaje që kishin të kaluar për të arritur aty. Irisi ishte shoqëruesja e Nusës, së bashku me Fionën, një simbol se si marrëdhëniet mund të transformohen. Ndërsa kërcenin vals, Klara i pëshpëriti Visarit. Faleminderit. Pse, pyeti ai. Sepse më pe kur isha e padukshme. Sepse më mbulove kur isha e ekspozuar. Sepse më zgjodhe kur ishte më e lehtë të mos e bëje. Visari e tërhoqi më afër. Gjithmonë ishe ti, Klara. Që nga momenti i parë. Gjithmonë ti. Në vitin pasardhës, Klara botoi një libër duke treguar historinë e saj. Jo për vanitet, por sepse kuptoi se udhëtimi i saj mund të frymëzonte të tjerët. Libri u bë një fenomen duke arritur listat e më të shiturve dhe duke gjeneruar biseda të rëndësishme mbi ngacmimin moral, kulturën korporative dhe fuqizimin. Kur mbante leksione për librin, Klara gjithmonë theksonte të njëjtën pikë. Nuk u shpëtova. U njoha. Ka një ndryshim të madh. Shpëtimi nënkupton se nuk do t'ja kishe dal vetë, shpjegonte ajo. Njohja është kur dikush sheh vlerën që gjithmonë ka qenë aty dhe krijon hapësirë që ajo të lulëzojë. Visari, i pranishëm në shumë nga këto leksione, gjithmonë emocionoi kur e dëgjonte. Sepse e dinte se Klara kishte të drejtë. Ai nuk e kishte shpëtuar. Kishte vetëm hequr pengesat që i pengonin të tjerët ta shihnin. 5 vjet pas asaj dite fatale në sallën e konferencave, Klara shikonte trajektoren e saj me një përzierje krenarie dhe mirënjohjeje. Iliria Corp ishte transformuar plotësisht. Programi i mbështetjes tani replikoi në kompani në të gjithë vendin. Ajo dhe Visari udhëhiqnin së bashku, por secili me hapësirën e tij, autonominë e tij, shkëlqimin e tij. Ata kishin një vajzë, Sofin, e cila sillte gëzim dhe kuptime të reja për gjithçka. Një pasdite të qetë, ulur në apartamentin që tani ishte shtëpia e tyre, Klara mbante Sofin në krah ndërsa vëzhgonte Tiranën nga dritarja. Visari u afrua, duke i puthur kokën të dyjave. Për çfarë po mendon, pyeti ai, pyetja që ishte bërë ritual mes tyre. Se jeta ka mënyra misterioze për të na çuar atje ku duhet të jemi, u përgjigj Klara. Vite më parë, ai po shtërim në prezantim dukej si fundi i gjithçkaje. Por ishte vetëm fillimi. Fillimi ynë, tha Visari. Fillimi im, e korrigjoi butësisht Klara. I gjetjes së vërtet të vetes. Ti ishe pjesë e kësaj, po.
por udhëtimi ishte imi. Visari buzëqeshi. E di. Dhe kjo është ajo që të bën edhe më të jashtëzakonshme. Klara shikoi vajzën që flinte në krahët e saj. Dhe mendoi për gjithçka që ajo jetë e vogël përfaqësonte. Shpresë. Të ardhme. Mundësinë e një bote ku nuk do të ishte e nevojshme të luftoje kaq shumë për t'u parë. Do të krijojmë një botë më të mirë për të, tha Klara. Do ta bëjmë, ra dakord Visari. Së bashku. Dhe ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke e lyer qiellin me nuanca portokalli dhe roz, Klara Gjoni e dinte me siguri absolute se kishte gjetur vendin e saj. Jo një vend që ju dha, por një vend që e ndërtoi. Me dinjitet. Me guxim. Me autenticitet. Një vend që gjithmonë kishte qenë i saj me të drejtë. Dhe më në fund, ajo e zinte atë plotësisht. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Klarës dhe Visarit ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të kalimi, dinjiteti dhe dashurie të vërtet, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, duke treguar se forca qëndron në autenticitet dhe se të gjithë meritojmë të shihemi për atë që jemi vërtet. Ju presim në episodin e ardhshëm.